Do shkojmë në këto momente në Lezhë, atje na pret kolegja Brigjilda Deda për të na bërë një përditësim në lidhje me kushtet atmosferike dhe pasojat e rreshjeve të shumta të 24 orëve të fundit. Brigjilda, përshëndetje. Brigjilda, më dëgjon? Flori, të përshëndes. Unë ditën e sotme jam Po të dëgjoj. Jam pozicionuar në fshatin Zhej të Kurbinit, aty ku banorët e disa fshatrave të Kurbinit pak minuta më parë blokuan në formë indinjate aksin rrugor të vjetër Laç-Mamuras për shkak se ditën e djeshme vërshimi i ujrave malor ka blokuar rrugën kryesore që të dërgon tek shtëpitë e banorëve, por jo vetëm, edhe e ka dëmtuar. Mendimin e operatorit ju mund të shikoni edhe pamjet nga rruga, e cila është totalisht tashmë e prishur si pasojë e vërshimit të lartë të ujrave që pati ditën e djeshme si pasojë e rreshjeve të shiut. Kanë qenë banorët të cilët për disa kohë kanë bllokuar rrugën kryesore, ku janë munduar në fakt edhe ka patur forca policie, po ashtu ndërhyrje edhe nga forcat e ndërhyrjes së Do mundom të komunikoj edhe me banorët e zonës, të cilët, si që thash, që prej mëngjesit të sotëm kanë blokuar rrugën. Kjo është rruga Fjori, e cila të dërgon tek shtëpitë e banorëve. Tashmë duket se ka patur edhe një komunikim mes banorëve të zonës, por edhe policisë, dhe ka vetëm pak minuta që e kanë hapur rrugën. Nuk e di, do mundom të marrë ndjes, jemi live. Si është situata në zonë? Ata shefe vetë më zohe, nuk e shef situatën e qatë japone. Qa shpjegimit japon, kur i kam rëpë mrena, ka 10 dit. Qa shpjegimit jap? Cila është arsyeja që blokuat rrugën? Arsyeja se nga ka ardhë më të hunë, s'kemi që me bo ma. Ma mirë dalë që pune e verhoqës nga përshkatoj, e në marim që kene maru. Nësë për i kërkojmë thes me dhe thes patate, në për i kërkojmë rrugë me shku këllëmet e tonë. Me qukë shkolla, ka 10 ditë si kemi qukë shkollë. Asa turbër me 2026-ën. 2026-ën a turbër. Në shef botave që ishim me nejë, për i rrugë për i shkafori. Një muaj më parë ju patët të njëjtën situatë. Vërta pas, mas i jave prap të bëjë kështu. Do bje shinj da dim një pa fillu. Kanalin sa pasrua si herë, ja, kanalin ku. Morë njëri masa? O s'ka morë masa si gjamër, qa masa ka morë këtu. Ku ka masa këtu? Ku ka e në tërbu njërëzit më, jena bo me full në vete, me morë qëndë me hik mal, me flet mal. Qa masa ka këtu? Si është situata? Keni probleme në banesa? Flakshtinë të më fyt. Kemi bolgim. Shkoj të shuë flakshtinë të më fyt. Kemi shumë probleme, po problemi ma kryesor është se ne nuk kemi rrugë të dalim, as dhe të hymë. Problemi malë. Tu nuk merë masa si njëri. Do e shtrenë që tash përvizore dhe do prishet prap pas 3 ditësh. Sa shiu po ashtë të birë do prishet. Kjo nuk është e zjedhje. Kjo është vetëm e zjedh vetë si shtet me hik, me mythësyt popullit. Ju pak minuta më parë më tha që privatisht si banor e keni rregulluar disa herë rrugën. Po nuk jem njaftush me fondet për me maj gjithhere të regull. Situata, çfarë masë të tjera do ndërmerrni? Situata po su rruglu, ne do jemi gjithë edhe me fëmijë dhe me kalamaj gjithë në rrugë. Rrugë. Sepse unë jam në rrugë, nuk kam blaku rrugën, po nuk kam kutiku. Pra një blakot rruga, to nuk e kupten. Ne do i, nesër, që se këta nuk do marrë masa, do blakot edhe një herë ma shumë. Se s'kemi s'bim. Kjo situata. Fëmijët i keni dërguar në shkollë? Pare. Sa ditë ka? Fëmijët kanë qyshe kur kanë marrë lejet, para festave. Pra nuk ka nisur Ka prezencë të ujtë pranë banesave? Ka, pa atje, kur ka këtu në rrugë, pa atje zbat atje poshtë. Atje s'vjen njëri, është në shikoj, do helikopter. Ashtë bon lisen atje poshtë. Pra, Fjori, kjo është situata, duhet të mirë kuptojmë edhe banorët, pasi janë të irrituar, duhet themi që
një muaj më parë ishte e njëjta histori. Në fakt ne kemi raportuar që në këtë zonë ka patur probleme edhe një biznes pra në fakt sot kishte marrë masa, por herë në shkuar pati një dëm të madh kolosal, sidomos në pajisjet e marketit, po ashtu edhe në pajisjet e lokalit. Banorët, edhe pse në fakt tashmë e kanë hapur rrugën, ka larguar makinat, por vjojnë ende të qëndrojnë pasi siç ata u shprehen nuk kanë rrugë për të drejtuar shtëpive të tyre. Në zonat e tjera, si është situata? Ka shtëpi të dëmtuara, sa i takon Bashkisë së Lezhës, duhet themi që në të gjithë qarkun e Lezhës janë 2 familje që janë evakuar nga Bashkia e Lezhës pasi ka patur prezencë të ujit në oborret e shtëpive, po ashtu janë edhe 8 familje nga Bashkia e Kurbinit të cilët janë evakuar. Ajo çka duhet themi në fakt, Fiori, janë edhe familjarë të cilët nuk pranojnë të dalin nga shtëpitë e tyre, edhe pse ka prezencë të ujit në oborre apo ka patur dhe banor nga ajo çka unë kam mundur të komunikoj me ta, ka prezencë të ujit edhe në katet e para, por ata nuk preferojnë dhe nuk pranojnë të largojnë nga shtëpitë e tyre, duke mos lënë vetëm edhe shtëpitë, por kanë edhe stallat e baktive dhe nuk janë as pak dakord që të lëvizin dhe të evakuohen. Në Bashkinë e Lezhës, krahasuar me një ditë më parë, situata është më e qetë, duhet themi, lumi Drin tashmë e ka kaluar zonën e rrezikut, paktën deri më tani, është duke u punuar në fshatin Zojs, pasi lumi Gjadër ka sërish prurje të mëdha, po të paktën deri më tani nuk ka rrezik. E sa i takon Bashkisë së Mirditës, nga gjithë qarku është bashkia më e qetë dhe nuk ka patur probleme. Problemet më të shumta janë në zonën e Kurbinit, ku siç thash ka prezencë të ujit në katet e para, por edhe në oborret e banesave. Të falenderoj shumë, Brigjild, kanë qenë orë 8 të ngarkuara edhe për ty. Punë të mbarë, do të kemi edhe lidhje të tjera për gjatë ditës së sotme.